Ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski së bashku me homologun e tij lituanes Vladislav Kondratović kanë nënshkruar marrëveshje për jatëdhësimin e personave që qëndrojnë pa leje. Toshkovski tha se arsyeja e parë dhe kryesore pse kolegu i tij ndodhet në vend është nënshkrimi i protokollit për jatëdhësim, i cili pas shumë vitesh është harmonizuar si tekst dhe sot e kanë nënshkruar zyrtarisht. Pika e dytë që diskutuam dhe do të jetë thelbësore për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton është nënshkrimi një marrëveshje për bashkëpunim policor, që do të përqendrohet në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, migracionit të paligjshëm. Kondratović tha se Lituania mbështet plotësisht RMV në rrugën e saj integruese drejt BE-s dhe shprehu gatishmërinë e saj për të ndihmuar në rrugën evropiane, për të cilën tha se në fund sjell përfitime të mëdha për qytetarët dhe funksionimin e institucioneve dhe potencoi se shpreson se vendi merituar i RMV-s në BE do të vijë shumë shpejt. Sot biseduam se si të përmirësojmë bashkëpunimin në fushën e punëve të brendshme, luftën kundër krimit, menaxhimin e kufive dhe migracionin, duke nënshkruar marrëveshjen për riatëdhësim. Ne po forcojmë më tej bashkëpunimin tonë në temën e sigurisë. Toshkovski tha se nëpërmjet ministrit Kondratović, Lituania shpreh mbështetjen e saj për procesin e integrimit evropian, duke bërë një përpjekje me të gjithë ekipin e tij për të qenë në dispozicion të nënpunësve policor të Maqedonisë dhe MPB-s në drejtim të përmbushjes së të gjitha kushteve dhe kritereve të përcaktuara nga BE.